rreth kurave popullore për uljen e kolesterolit, me maturi dhe mendim kritik. Së fundmi, po qarkullon një artikull që pretendon se kolesteroli i keq LDL mund të ulet me 50 deri në 70 njësi brenda një muaji, vetëm përmes përdorimit të bimëve dhe produkteve popullore. Si dikush që vlerëson si naturalen, ashtu edhe shkencën, dëshiroj të ndaj disa mendime të arsyetuara. Është e vërtet që disa bimë dhe ushqime si murizi, qikoria, kanella, bajamet apo avokadoja kanë efekte pozitive në përmirësimin e profilit të yndyrnave në gjak. Por jo, nuk ekziston asnjë studim serioz dhe i besueshëm që vërteton se këto mund të zëvendësojnë trajtimin mjekësor, ose të japin efekte kaq të fuqishme në një kohë kaq të shkurtër. Ulja e kolesterolit me 50 deri në 70 njësi kërkon zakonisht trajtim me medikamente të miratuara si statinat, ose ndryshime të thella në stilin e jetesës për disa muaj. Pretendimet që nuk mbështeten me burime shkencore janë të rrezikshme, veçanërisht kur nxisin njerëzit me kolesterol shumë të lartë të shmangin analizat, vizitat e mjeku apo trajtimet e nevojshme. Bimët dhe kurat natyrale mund të shërbejnë si plotësues të një jetese të shëndetshme, por nuk duhet të trajtohen si zëvendësues të kujdesit profesional. Është thelbësore të informohemi me përgjegjësi dhe të mos i besojmë premtimeve të thjeshta për çështje kaq komplekse. Në fund të ditës, shëndeti kërkon durim, ekuilibër dhe bashkëpunim mes dijes popullore dhe mjekësisë moderne.